tjetër të radhës. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Si e hojë ndëruar? Mirë, alhamdulillah, çu jeti vëlla? Mirë, ka dashur Allah. Derisa më ta bëni pyetje. Po vëlla, fal. Çfarë mendon ti për shpëlatizorët e fëmijëve që vendojnë apo bëjnë drejt apo që vetëm me prusë pas tej hoqë? Rënimi i lapidarëve, po? Po që përdhen lapidarët e shkives në vitie, se na zbot më barazu me shkives, apo do në rënimi i lapidarëve nga ana e dikujt. Nga ana jon që t'ia bëjnë ato shkije, lapidarët e shkive. Po, vorrezat më harroni këto puna, po? Po. E qartë Allah, qartë. E qartë Allah. Pa dushim se rënimi i lapidarëve, vorrezave, kështu me radhë, vorrezave të dokujt tjetër, veçanërisht tek ne këtu është provoku nga një veprim, domethënë provokues që është bërë nga ana e Serbisë në Luginë e Preshevës. Dhe kjo është e gjithë njohur. Dhe kjo ka provokuar një lloj revolte nga ana e shqiptarëve të Kosovës apo dikun tjetër, që ata tash të mundon të bëjnë një lloj revanshi dhe hakmarrje për këtë gjest. Dhe unë mendoj se nuk duhet ne të reagojmë në këtë mënyrë, ka se kjo është gabim. Mentaliteti i rënimit të vorrezave, mentaliteti i revanshimit me njerëz dekun nuk duhet me kon pjesë e jona. Nuk duhet që për shkak të gjunave të gjallëve shkojmë të atje tash të bëjmë presion tek dekunit ata. Na nuk mirë me këtë punë. Çdo popull ka drejt të ketë vorrezat e veta. Çdo popull. Në Medinë ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kanë qenë të njohura vorrezat e jehudive, të çifutëve. Të njohura kanë pas pjesë posaçme për vorreza. Dhe kjo asnjëherë në historinë islame nuk është mohu. Ata i kanë vorrezat e veta. Atje i vorrezat të vdekur të tyre. Edhe askush nuk guxon me u pengu gjatë vorrezave, gjatë varrimit, e askush nuk guxon me u urrëzu, s'është kjo mentalitet joni, s'është kjo pjesë e fesë tonë. Dhe nëse duhet me reagu, dhe asaj që ndodh, ne reagojmë me mënyrat që dëshmojnë kulturën tonë, që dëshmojnë pjekurinë tonë, që dëshmojnë maturinë tonë, e jo të tregojmë mendjelësinë tonë. Apo ata atje në Preshevë, çfarë presioni, çfarë dhunë bëjnë, dhe ne tash barazohemi apo në rrafshin ndërkombëtar me do vorrezat që rrezojmë. Sa ata thonë që na e kanë zonë një lapidar, ata 100 tjera i kanë rrezuar. Na dalim 100 fish madzisa ata ata. A duhet kësi material të japim aty që nuk kuadojnë të mirën as shqiptarën në Kosovë, as nuk gjinë as kudo qoftë, padyshim se jo. Andaj mendoj që gabim është. Ky mentalitet është tërësisht gabim. I paqëndrueshëm edhe fetarisht edhe logjikisht edhe në çfarë do lloj rrafshi më e madh del i paqëndrueshëm. Nuk duhet ne kështu të hakmiremi, nuk duhet kështu të reagojmë, por duhet përditjet metoda tjera, mjete tjera që edhe e tregojnë kulturën tonë, edhe e tregojnë maturinë tonë sikur që seka, por edhe ndikojnë pozitivisht në shërimin e problemit. Nuk po dëshirojmë me ngarku vëllezërit tonë Luginë dhe më tepër që kanë telashe, shumë ballë kanë telashe ata. Ballë kanë probleme ata. Tash ne me do veprime këtu, tu arrendojmë edhe më tej situatën, mendoj që kjo nuk është ndershme. Por duhet të matemi 10 fish, çfarë po bëjmë? Gasnejmë rahat. Dikush shkon e thën atje varrën dikujt, e shkon flan rahat. Ka se na alhamdulillah ne jemi të lirë. Por pastaj ata nga pamundësia që të hakmiren ndaj këtyre që po bëjnë këtu, hakmiren ndaj vëllezërve tonë kudo që kanë mundësi. Nuk duhet këtë ne më bë. S'na kanë bërë ata këtë dëm që na më u shkaktuar aty. Prandaj nëse nuk mundem me u ndihmu, si duhet, spaku dëm mos të bëjmë më tepër. Vëllezërve tonë në Preshevë, Luginë, kudo qofsh ata që kanë don telashe dhe probleme me atë që dedje neve na ka shkaktuar telashe dhe probleme. Dhe mendoj që është gabim dhe nuk duhet më marr me këtë dhe dënojmë rastet të kësaj natyre, qase nuk është kjo pjesë e fesë tonë, as nuk është pjesë e traditës tonë, as të kulturës tonë, e as e mentalitetit tonë. Allahu dhe më së miri.